Nga këto 20 milion kontenierë, vetëm 2 deri në 8% të kontenierëve skanohen për çështje sigurie. Pra, le të themi, përqindja e kontenierëve të siguruar është shumë e ulët në raport me sasinë e kontenierëve që transportojnë. Dhe natyrisht kjo involvon çështjet e sigurisë. Dhe kur flasim për siguri, ne tani kemi dy lloj sigurie. Sepse në shqip fjala siguri përket të gjitha. Ndërsa në anglisht kemi fjalën safety dhe security. Pra, në logjistikën detare ne referohemi dhe elementët të sigurisë që kanë të bëjnë me kodin ISM, që është International Safety Management, por është dhe kodi ISPS, që është kodi që ka të bëjnë me security, pra International Seaport Facility Security Code. Kështu që këto të dy elementë ne kemi menduar të rëndësishëm për të siguruar një transport të sigurt, pra nga pikpamja e lëvizjes në atë segmenti kryesor transport. Kështu që duke qenë se është logjistikë dhe transport letar, ne kemi konsideruar të rëndësishëm të element dhe e kemi kombinuar me të gjithë elementet e tjerë të logjistikës. Kjo ka qenë arsye. Por nëse ju e mendoni ndryshe ose duhet ndarë, absolutisht ne jemi këtu për t'ju dëgjuar ju. Në fakt ishte thjesht një kuriozitet nga ana ime për pjesën e kombinimit. Ajo që unë doja sugjeroja, duke qenë se masa nuk i referohet vetëm të diplomuar në universitetin tuaj dhe jam i sigurt që nuk ketë aktor nga universitetet tjera. Besoj që ekonomia e transportit letar ndoshta duhet transferohet në semestrin e parë. Pas nuk e teori përgjithshme sepse ndoshta do ishte mirë domethënë me informacione përgjithshme para se të kalonim në detaje teknike lidhur me këtë. Ajo që do sugjeroj gjithashtu është që logjistika detare ishte një do thosha një peshë më të rëndë në kurrikull. Ndoshta këtu po flas për kreditet që i aplikohen, ndoshta për numrin e ndanjve ose për kohën. Duke qenë se është ajo situata kryesore mbi të cilën do bazohen, sa i përket masave. Pjesa tjetër pastaj duhet të shpjegojmë edhe përmbledh ndjer përgjithshme ato që duhet të ketë kurrikula e masave. Për mua ndjer përgjithshme domosdoshmë kurrikula është okay. Nuk e di se sa e shkon mundësia që shkojmë detaje tjera domosdoshmë lidhur me pjesën domosdoshmë sistemet elektronike nacionale ose sistemet inteligjente në transportin letar. Vërteta është që paska se bëjmë pjesë dhe jemi përfaqësues kompanive ndërkombëtare, aplikimi i tyre domosdoshmë në nivel lokal është shumë i dobët. Dhe për shkak të aktorëve të një proces. Ajo që mund të me siguri është që gjithë kolegët e sektorit privat janë shumë hapa para krahasuar të në Ju falenderoj dhe konsideroj shumë të drejtë komentin tuaj së pari për transferimin e lëndës ekonomisë detare nga semestri në semestrin e parë, pasi shumë e drejtë që studenti duhet marrë një herë teoritë tepësore dhe pastaj të kalojnë në teoritë më specifike që kanë të bëjnë me fushën e transportit. Përsa i përket sistemeve elektronike të navigimit dhe sistemet inteligjente të transportit, pra sistemet elektronike të navigimit, ne kemi futur në kuadrin e safety dhe edhe të security as well, pra gjithashtu. Ndërsa përsa i përket sistemeve inteligjente të transportit është një lëndë e cila zhvillohet në semestrin e dytë. Dhe mendoj që do të kaluar në semestrin e dytë, pra bie dakord me atë që thonë ju, pasi të marrë një uritë teorike, ekonomike, pastaj mund të kaloj tek pjesa e dytë. Bie dakord me komentet dhe janë komente shumë të rëndësishme. Po. Unë do të kujtoj atë të prezentoni se nuk ju njoh shumë. Po. Dhe si për mëndë, që kom pari. Ok. Kam plotësuar disa profesorë që kanë ardhur nga takimet të ndryshme të Malzi, nga Universiteti
menduar dhe gjithmonë ndahet logjistika. Logjistika është transporti intermodal. Ose që do thotë, nga pika A deri në dorë të dorë, nga magazin në magazin, nga shqipit e verse. Ne shoh shumë dhe në pyetësore nga Ministritë të gjitha të transport. Jo, është logjistika dhe transport është pjesë e logjistikës. Logjistika është koncepti bazë. Është koncepti bazë. Prandaj dhe logjistikës lidhet nga logjistika dakord. Pjesa e vetit është pjesa më e madhe në kohë, është pjesa më e madhe në një mbarkështu, mall e tjerë. Por gjitha e madhe shkarkohet në një port dhe aty fillon prapë dhe praktika ajo që duhet qytetit tonë. Në kaq vite ne kemi nxjerrë student pafund, ne, po flasim ne kompani. Kemi nxjerrë student të kualifikuar që sot nuk punojnë në jashtë. Domethënë kemi bërë atë që jo se ka bërë universiteti, kushtet të thonë gjithë. Por në është dashur për nevojë. Për nevojë akoma ne kemi bërë, ato janë pak a shumë bazë në ndonjë renditje në kalimin janë të sakta, sepse universiteti është teori në fakt. Ne flasim në anën e praktikës, dhe vërtet kemi nxjerrë student, s'kemi dhënë diplomë. Por duke qenë që kanë në CV kanë që kanë punuar te Pelikani, te Mosësoja, te Sonaja, te gjithë kompanitë e diamantit, ajo ka qenë një lloj diplomë në akademi. Por ne kemi vështirësinë për gjetur këta persona. Ne i marrim pesa tani, kemi thënë shumë herë të numër, shumë. Që shumë si nëse do arrim të arrijë të spasu mos arrijë, nuk se e kërkon. Është domosdoshme. Shoh të sigurt ishte edhe në një planta vjeçar, 5 vjeçar patjetër, mbas edhe nda. Se në logjistikë aty për shembull nuk përfundet asnjëherë në një ekspedicion. Po pak më shkoj kam gjetur si shprehje që në çfarë kanë filluar ekspedicion. Jo, ekspedicion që do të thotë që edhe të bësh sportimin e jamie në Sharkëmbete, jo të pushet. Spedicionin e hoqi e zhduku para shumë kontenierë, një farë në Po, ekziston akoma. Ekziston se ka akoma janë pjesa të paralizuara, patjetër. Ka shumë. Por kontenierë e mora si për shumë. E ka jo pjesa